Me vendim të Këshillit Bashkiak të Gramshit është vendosur që në bulevardin kryesor të qytetit të ndalohet parkimi i automjeteve. Sipas nënkryetarit të bashkisë zotit Taja Arbici, makinat do të parkohen në një hapësirë të re që po ndërtohet në një tjetër zonë të qytetit. Për shkak të rritjes numrit të automjeteve në qytet dhe për shkak të figuracionit të ri që është krijuar në sheshin e qytetit që makinat nuk mund të parkohen, ne kemi menduar të krijojmë një parkim 24 orësh për mjetet e ndryshme që duan të stacionohen në qytetin e Gramshit. Dhe mbas një studimi që ka bërë urbanistika, vendi më i mundshëm me fjalë për të realizuar të ka qenë pjesa para konviktit. Kjo hapësirë publike, vërtet para viteve 90 ka qenë një hapësirë ku ka ekzistuar një fushë voleybolli, por që gjithë të kohën nuk është përdorur sepse qyteti me fjalë ka ambientet të tjera sportive për t'i plotësuar kërkesat e nxënësve dhe u mendua të bëhet një investim i tillë. Punimet për parkimin e ri kanë nisur dhe sipas planit pritet të përfundojnë brenda 45 ditësh. Investimi po realizohet me fonde të bashkisë.